ka servu zoti Kurti, ajo është çështje tjetër, por duhet me thonë publikisht, edhe me konë pak transparent para opinionit publik, nuk kemi mujt mu bashku si opozit. Për te asaj që Aleanca ka thonë merrni në shkrimet, për te asaj që ne nuk kërkojmë as një sen, as nuk do të jemi pjesë e ekzekutivit, për te asaj që jemi konë shumë të sinqert, që mos me qu vendin që edhe po ta kem një qeveri, edhe të opozitës qoftë nevoja edhe të përkohshme, nuk kemi arrit mi bonë në shkrimet. Dhe kjo një farë forme, me sa unë flasë është bindja eme personale, jo si AK, gjithë kanë pas fokus zgjedhjet lokale. Dhe shumë pak kush është preokupu se çka është ka ndodhur në nivel nacional, gjendjen qoftë në buxheta, në ekonomi, është ai të ndryma, këto çka janë të lashët të përditshme çdo qytetari, mendoj që shumica e fokusit të liderëve shoqërisë, domethënë që e kanë udhëhequr këtë vend, u kon kursa komuna po fiton. Lajmi mirë është që ka përfundu këtë proces dilën, proces demokratik, i vlerësum, me disa vrejtje tash që po shihen në disa komuna, ma saksisht në Mitrovic. Ne i kishim disa vrejtje edhe në Junik, po ne do t'jalojmë procedurës ligjore. Kjo në spesëve çfarë kjo? Nuk mendoj që vetëm zoti Kurti, në çetë rast domethënë është përgjegjës për këtë situatë çfarë kemi, po jemi tonë ka pak e mas shumë t'jaj. Tonë ka pak e mas shumë t'jaj. Është një politikani i parë që përmend mundësinë në qeverisje që përpohet nga shoqënia civile. Qysh kish mundohë kjo qeveri, kryeministri duhet me qenë politika, po gjithçka me qenë jashtë politikës. Vendosin leadershipi se në rast se ka vullnet me te kalu këtë situatë, 3 muaj, 6 muaj, kjo me një takim përmbyllet. Me thonë emrat mund të lakohen, mund të përmenden, mund të diskutohen, mund të vendosen. Nuk shohën ai problematik, do të thonë që a ka vullnet as ka, kjo është pyetja. A ka vullnet për me kriju një qeveri përkohshme, kalimtare, që e qënë në vendin, dejnë pranverë, rast se ka rrezik me shku prapë në zgjedhjen në prell, qysh po përfolet në mungesë të numra për zgjedhjen e presidentit. Saksisht se kjo është, do të thonë, një skepticizëm, është se a do të jenë 40 deputet shqiptar në kuvend që janë kundër zgjedhjes së presidentit. Pse 40 deputet shqiptar nënkupton që prishet korumi për 81. Pra në rast se janë 40 deputet shqiptarë që nuk janë të gatshëm i dhonë një besim për një kandidat për president, ai president nuk zgjedhet dhe për 30 herë vendi shkon zgjedhje. Kjo është arsyeja. Tash që cili do të jetë ai subjekt, po sa ai koalicion që i merr 40 deputet, unë nuk e shoh cili. Zotë Radinaj, me gjithë eksperiencën ju në politikë, a do t'jeni, po besoj që kemi pas zgjedhje të mundësisë të mandatarit të mu bë kryeministër apo shkojmë drejt zgjedhjeve? Ja, jam i bindur mbylles me sa ndëgjoj nëpër subjekte politike, ma saksisht bashku është mandatari për kryeministër, janë të ju caktuar vëzhgues, komisioner, shtabet zgjedhore, ekipet. Sikur se dha Aleanca njëjtë, të ju hartu listat për kandidat për deputet, të ju bo programe, të ju bo, ajo farë ekipa e PR-it që quim na, gjithë shka është dhe shtuja pej djeshit ka fillu me një dinamik shtum, tonë jemi në vlugën e përgatitjeve për me shku në zgjedhje. Zotë Radinaj, në është ati mloj banale dhe patetik me ta shtrup-pyetje në është e gatshme akoja për me shku në zgjedhje, ty e po rezultatin në zgjedhjeve lokale. Dhe mon krejt ata skeptik të krejt kritikus të juj që kanë ndërtu narrativa që keni problem pragun, në zgjedhjet lokale u tregu një gjë e tillë që as nuk mund të mendohet. A jeni të gatshëm për zgjedhje, Zotë Radinaj? Si opozit, çdo subjekt politik, qëllimin kryesor ka me çu qeverinë zgjedhje. Definitivisht. Majorancën, majorancën, shumicën. Në këtë rast i bjen tonë na punojmë me çu vendin prapë në zgjedhje. Pavarësisht që nuk kem besu që do të shkon kështu si është. Ne kemi menduar që edhe në rast se zgjedhen një qeveri, do të jetë qeveri e përkohshme, do të jetë qeveri e pakicës që rridhojmë na me një pateric deputeti, që nuk është jetë gjate, sigurisht e rasti Abdullah Odit nëse ju kujtohet, me thënë që me një ankesë në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese është përndau kuvenin për herë të parë mas lutës. Gjithë me thënë, na kemi pasë që kjo do të jetë një periudhë përkohshme edhe, pastaj prapë do të shkojmë zgjedhje. A jemi të gatshëm, gjithmonë kemi thonë edhe përsëritim se jemi. Arsyeja pse jemi se dim gjendjen të rënë, jemi të konsoliduar, kemi bërë dhe matje, u dëshmu dhe rezultate në nivel komunal, u pani një performancë jashtëzakonshme e kryetarëve që e morën besimin edhe për 4 vjetë shtesë të AK-s, që si listë për deputet, jam optimist që do t'jetë një për lista matë mira, si program jemi të punu në tëna drejtimit me focus group. Të pas keni me bodhe listën, Zotë Radinaj, ka dignona kësë punë, shkullë zgjedhje. Unë po jam i sinqert, por po të siguroj që krejt jënë duhe bo. Po.
ka shumë negociata me aktarë të shoqërisë civile,